të një deklarat tjetër. Elona Kolgeci, në jetë rreziku më i madh nuk është të dështosh, por të mos provosh fare. Unë po du mu lidh pak me temën që ju veç e diskutut. Ne gjithmonë, pra jemi me një shoqëri që duhemi me ju përshtat shumë rrethit, edhe jo gjithmonë ëndrat apo synimet që ne i kemi janë normale për rrethin që na rrethojnë. Unë vi nga dy fushat të cilat janë të dominuara nga gjinia mashkullore, jam trenere në sportin e karates, por edhe në fitness. Si fillim, karaten e kam nisur shumë e vogël, që nga 7 vjeç, pra bëj dikon 2 dekada që po mire me karate, edhe jam ballafaquar me shumë gjykime pse pikërisht ky sport. Pastaj kam vendosur që me sfidu pak veten edhe si garuese, edhe për mu ka qenë një tjetër fush e jetës që unë veç e kom pa vetën si një garuse dhe zakonisht të gjitha ato paragjykime që i kom pas prej njerëzve i kom përdor veç si lloj trampoline për me kap sukseset të tjera. Edhe më ka pëlqy tek vetja kjo për shkak që më ka ndiku shumë në karakter. Sidomos tek pjesa e vetbesimit. A ka fillu me ndryshu kjo, sepse në fund të fundit këto çmime që po ja sjellin Kosovës janë të ja sjell pikërisht femrat? Po, ka fillu me ndryshu edhe jam shumë e lumtur për këtë, për shkak që unë tash vetë jam trenere në sportin e karates, edhe e di që ndoshta shumë sfida që unë veç jam ballafaqu si në fëmirin time, e di që tash nxënëset e mia nuk i kanë ato dhe kanë pak më të lehtë rrugën. Për këtë jam mjaft krenarit që kom mujt me ja mundsu pra një jetë të paktën paragjykimet të mos i kenë dhe të kenë të tjerat pra më të lehtësuara. Edita, sot do inkurajuse, motivuse dhe bukur të tingëlloj kjo shprehje, që e kemi dëgjuar shumë shpesh. Unë mendoj që në vendin ton ka një paragjykim shumë të madh ndaj dështimit. Vetëm pak të dështosh, vetëm pak të shkas këmba, këtu të bojmë për 5 pare. Kish dështu, kish maru, kish falimentu, kështu që në këtë vend lejet që s'ta falin suksesin, po s'ta falin kurrë as dështimin. Në sport, kjo është pak më ndryshe. Në kontekst më gjërë është shumë ndryshe. Unë po lidhe me vetën, për shkak Elona, kur ki sukses dhe fiton, normalisht të merr shumë komplimenta, shumë dashni, shumë urime. Po në momentin kur se fiton garën, çka ndodh? Se dojnë edhe në sport, sot dojnë, nesër mujnë edhe mos me dasht heq. Ajo është më shumë luftë me veten. Për shkak që gjithmonë ka pas shembull edhe unë si në karrierën time si garuese, ka pasur shumë gara që ndoshta kam dështuar edhe kam përfunduar me një humbje që as nuk e kisha menduar as unë as njerëzit tjerë. Por që përkundrazi se unë njoh edhe shumë garues të tjerë që një garë demoralizohet edhe lën sportin, fillon me punë të tjera, për këtë arsye mendoj që kjo pjesa e dështimit është më shumë luftë me veten që mos mund dal me punu pak më shumë, me ushtru se tek e fundit nuk është më shumë frika e dështimit. Nuk është veç frika prej dështimit, është më shumë puna dhe disiplina ajo që ty të arrin për me pas sa më shumë sukses. Kemi rastet alamet sportistëve të cilët nga heroi më i madh dhe idhulli më i madh janë bo dështakt më të mëdhenj vetëm për një disfat sa do e vogël që ka qenë. Duhet me undru kjo kulturë dhe kjo perceptimi përgjithshëm e vërtet, edhe nëse njerë është hero gjithmonë me qenë hero edhe ato dështimet e vogla do falë ka njerë. Haroje. Do mos në kulturën tonë që duam që njerëzit gjithmonë t'i shojmë në pjedestale.